Do të ndalemi tek Linda në një tjetër aspekt, në fakt me sa duket për shkak të asaj që mbështet, broret, ruan me fanatizëm dhe duke i gjendur pranë shumë njerëzve të shoqërisë tonë, pra që duan të kenë një vokacion dhe ajo e ka vokacionin e vet lindur bashkë me familjen e saj, pra me pastorin Akil Pano dhe me djalin gjithashtu, por kjo ka edhe një pasojë, pra në mënyrën se sa le të themi evident mund të jesh ndaj sulmeve të ndryshme. Dhe e njëjta gjë ka ndodhur për ju, Linda. Duket sikur tashmë është bërë kaq e prekshme, kaq reale, por besoj do të jetë një përjetim ndryshe për ju, që të vazhdojnë akuzat për familjen tuaj. Shiko, personat që na kanë akuzuar kësaj here janë dy gratë lesbike që kanë bërë ceremoninë tek taraca e bashkisë. Okej. Për çfarë ju akuzojnë? Dhe e gjitha na kanë kërkuar urdhër mbrojtje dhe na akuzojnë që jemi bërë kërcënim sepse kemi postuar një foto në Facebook. Po, të paradës që është mbajtur. Të paradës, po. Në foto është Silvio Gonzato, ambasadori i Bashkimit Evropian, Albana Koçiu, zëvendës kryeministri i Shqipërisë dhe një transgjinor. Dhe në sfond të kësaj foto janë dy vajza të vogla. Na thanë që këtë foto e ka nxjerrë Albana Koçiu në faqen e saj të Facebookut. Dhe ne na bëjnë tag me humor. Është një faqe që quhet Shoqja Moza, e bën tag pastor Akil Panon, sepse as nuk e kishim parë si foto. Dhe kur e shohim, tagu nuk pranohet në faqen kur është page, jo profil, dhe e riposton pastori me digiturën. Ky është vizioni i rilindjes për Shqipërinë. Dhe faleminderit Shoqja Moza për kritikën. Dhe ideja ishte vizioni që për të shkuar në Bashkimin Evropian duhet kalosh nga transgjinorizmi. Ky ishte vizioni, kjo ishte mendësia. Me vajzat nuk ishte, dhe kjo ndodhi në fakt 2 ditë më vonë, ju e shikoni që çfarë po kërkojnë të bëjnë. Akuza ishte përse i keni nxjerrë me vajzat mbrapa. Vajzat që ishin pasfo dhe kishin fëmijë të vegjël. Shiko, nuk e kemi nxjerrë ne me fytyrë. Mirë, po them akuza që është ngritur ndaj jush. Ma kupto drejt. Në momentin që ne as e kishim iden kush ishin vajzat, as nuk i njohim vajzat, as nuk kemi lidhje fare me këto dy lesbiket. Në fakt kemi një lidhje. Era e fundit që jemi parë ka qenë 2023-shi, në momentin që ato na kanë çuar në gjyq sërish në 2023-shin te komisioneri, sepse kishim diskriminuar sipas tyre komunitetin LGBT. Po komisioneri vendosi që ne nuk ishim diskriminuar dhe ishim të pafajshëm. Me sa duket, këto dy gratë lesbike they make a living, jetojnë duke përndjekur njerëzit që qëndrojnë për familjen, sepse nuk është era e parë, është era e dytë që në 3 vjet ne nuk kemi parë më, u pam te komisioneri dhe unë pata një eksperiencë të tmerrshme, me plot kuptimin e fjalës të tmerrshme, sepse ndërkohë që ato bërtisnin te komisioneri, dolëm jashtë, komisioneri na nxori të gjithëve jashtë, dhe njëra prej tyre më ka ofenduar, më ka sharë me gjithë fjalët e rrugës së mundshme që mund të dëgjosh, dhe më tha që arsyeja e mos mirëqenies së vajzës së tyre isha unë. Dhe unë i thash, unë nuk i njoh vajzat e tyre, nuk ju njoh juve, nuk ju kam parë kurrë, si mund të jem unë arsyeja për këtë që më akuzon. Dhe unë i thash, do të luftoja për vajzat e tua, ashtu siç do të luftoj për çdo fëmijë shqiptar, ashtu siç do luftoj për nipin dhe mbesën time, që të rriten të shëndetshëm dhe të sigurt nga predatorët. Dhe u a them me gjithë zemër këtë. Dhe ndërsa të tjerët, kur pam pastaj dhe vumre që kishte fëmijë në foto, i kemi vënë menjëherë zemra në fytyrë. Ndërsa të tjerët i kanë zhgaravitur fytyrat, ose i kanë prerë foton dhe kanë lënë vetëm trupin, ne i kemi vënë zemra. Dhe zakonisht në zemrat ja vëm nipin dhe mbesës tonë për të dhënë mesazhin që fëmijët nuk duhet të cënohen, i lini fëmijët jenë fëmijë, mos i prekni dhe nuk ka rëndësi fëmijët e kujt janë, fëmijët duhen mbrojtur dhe duhen dashur. Linda, tani në këtë moment ky është mesazhi ynë. Në këtë moment, Linda, tashmë ti, familja juaj do të përballet me një proces gjyqësor tashmë me vajzat që ju kanë hedhur në gjyq, apo çfarë do të ndodhë?
Do shkojmë në orën 10, është gjyqi, tek gjykata civile, sot. Gjyqi 5. Gjyqi 5, okej. 4 i kemi fituar, po. 4 i kemi fituar. Ky është gjyqi 5, dhe jam e sigurt që do të fitojmë. Me ky komunitet. Okej, me këtë komunitet. Me këto dy gratë lesbike të Tarasës së Bashkisë është hera e dytë. 3 të tjerat janë me pjesën tjetër. Po. Ideja ka qenë kjo, Bora, që ne deri tani kemi qëndruar dhe kemi duruar, sepse për shkak edhe të besimit, dhe për shkak të asaj që ne kemi dashur, domethënë t'i tregojmë njerëzve që i duam njerëzve, nuk jemi kundra njeriut, jemi kundra kësaj agjende dhe kundra dëshirës së tyre për të përfshirë fëmijët në agjendë. Por tani do marrim dhe ne masa dhe hapa ligjor, sepse është e pa precedent çfarë po ndodh. Mendoni dhe që ka qenë një grackë, le të themi, e ngritur edhe marrja me vete e 2 vajzave të vogla të mitra. Them nga vetë të 2 vajzat e rritura, por 2 vajzat të vogla. Ato mendoj që po, ka qenë grack, sepse në qoftë se shikon tek faqja Albana Koçiu që e ka postuar, nuk është më ajo foto, nuk është më ai postim fare. Ato po kërkoja tani në kohë reale dhe po shikoja telefonin për ta gjetur dhe nuk është. E kanë hequr. E kanë hequr. Edhe mendoj që mund të ketë qenë grack, sepse unë besoj këtë, Bora, në qoftë se ato gratë nuk ushqejnë fëmijët e tyre dhe i hedhin për të avancuar agjendën, hedhin fotot për të avancuar agjendën, a mund ta imagjinosh çfarë mund të bëjnë me fëmijët e tu? Dhe këtë ju kemi thënë, mos i përdorni fëmijët në përparada, mos i përdorni fëmijët për të avancuar agjendën, ruajini fëmijët, sepse në fund fare, në qoftë se nuk i ruani ju, bota do të jetë e pamëshirshme. Por me sa duket, çmimi nuk pas ka kufi. Edhe në qoftë se çmimi janë fëmijët e tyre, unë jam pa fjalë dhe jam e tmerruar se çfarë janë në gjendje të bëjnë ato me fëmijët e tjerë. Ma shikoj një çik të bluzën. Kjo bluza këtu lexon Freedom. Nuk ka gjë më të rëndësishme për jetën e një njeriu se sa liria. Dhe këto kërkojnë të marrin lirinë. Këto kërkojnë të marrin lirinë e shprehjes, lirinë e besimit, lirinë për të rritur fëmijët dhe për të qenë përgjegjës prindrit vet, për të rritur dhe edukuar fëmijët e tyre. Dhe këtë liri, sa ne të jemi gjallë, ne nuk do të na e marrin dot, sepse për ne është mision të mbrojmë lirinë e besimit, lirinë e fjalës, të mbrojmë familjen tradicionale shqiptare, të mbrojmë fëmijët, për ne është mision. Mund na merrni jetën, po jo lirinë. Dhe çdo të bëhet me këtë, meqense jemi këtu. Me këtë urdhër që hyri në fuqi më një herë. Çfarë mendon se do të bëhet? Ne do ta kundërshtojmë dhe do gjejmë gjithë mekanizmat ligjor, madje sepse nuk ta nxora kot këtë Freedom. Altina Zizaj në një emision dhe në një debat të ashpër me pastorin, ndërkohë që pastori thoshte jo ligjin e barazisë gjinore, sepse nuk ka të bëjë me barazimin midis burrit dhe gruas, po ju po i hapni derën terapisë hormonale, transgjenorizmit, ideologjisë gjinore nëpër shkolla. Altina Zizaj është ngritur dhe ka thënë, pastor, e vran pastorin tjetër që ishte në Amerikë. Do me thënë mbyllë gojën, sepse ajo që i ka ndodhur pastorit që ishte në Amerikë mund të ndodhe ty këtu në Shqipëri. Dhe fjala bëj për Charlie Kirk, për atë që u vra ndërkohë që predikonte dhe fliste për lirinë dhe qëndronte për lirinë. Dhe deri tani ne kemi heshtur dhe kemi mbyllur gojën sepse kemi menduar që kultura e besimit ton thot ta tolerosh tjetrin, nëse dikush të qëllon në një faqe, kthej faqen tjetër dhe mbulohet të keqen me të mirë. Por mendoj që ka ardhur koha që ne ta marrim seriozisht, ligjërisht çështjen, sepse këta nuk kanë të ndaluar. Edhe në intervista personale kanë dalë dhe ka linçuar familjen time. A ke frikë për familjen tënde në aspekt, le themi, jo vetëm në aspektin gjyqësor, por edhe në aspektin e jetës përditshme? Ke frikë për jetën e familjes tënde, Linda? Se kështu duket tashmë nga retorika jote. Rej, ne kemi marrë kërcënime, që prej fillimit kur kemi qëndruar për këtë kauz, kemi marrë kërcënime dhe për jetën. Edhe Altina Zizaj e ka bërë hapur në një nga emisionet televizive live,
Edhe Altin Aziza ka precedent të mëparshëm, ka qenë më përpara, domethënë me precedent. Dhe nuk është një person që është reliable, është një person qytetar i besueshëm, është një person që ka bërë gjëra të tjera, vepra të tjera më përpara. Normalisht kërcënimi është real, po ne do ta zgjidhim këtë kërcënim me anën ligjore, do i drejtohemi prokurorisë, do i drejtohemi shtetit edhe organeve ligjore që shpresoj të funksionojnë dhe ta marrin seriozisht kërcënimin që po i bëhet familjes time, sepse duam të qëndrojmë për atë që besojmë, duam të qëndrojmë për besimin tonë, për krishterimin, për atë që Bibla thot, për atë që ne besojmë si njerëz të lirë të këtij vendi, që familja tradicionale, burri dhe gruaja janë themeli një shoqërie, fëmijët janë domeni prindit për të edukuar dhe lindin nga një burrë dhe nga një grua dhe duhet të rriten nga një burrë dhe nga një grua dhe nuk duhet të adoptohen nga njerëz. A keni dëgjuar dhe a keni parë se çfarë ka ndodhur me fëmijët që janë adoptuar nga çifti homoseksual përpara vetëm pak javësh. Kështu që është situata kemi diskutuar dhe janë biseda që ne i bëjmë her pas here, Linda, dhe unë të falenderoj shumë vërtet edhe për këto çaste dhe për ditën e sotme për ta diskutuar. Ne jemi në kontakt edhe për ditën e vazhdim. Faleminderit shumë, të përshëndes. Linda, është kënaqësi, faleminderit. Gjithë mirat, faleminderit.